Rrjetet sociale shpesh din të jenë edhe moll sherri mes figurave publike e artistëve. Kështu ndodhi edhe së fundmi mes Gresa Gashit e Gresa Belulit. Përgatitja profesionale del të jetë thelbi i tensionit mes dyshes së njohur. Tensioni mes tyre nisi pasi artistja publikoi një postim ku kritikon moderatorët shqiptare, duke lënë të kuptohet se ato nuk janë mjaftueshëm të përgatitura për të kryer rolin e tyre. Pajtohem me Gresën, por kjo duhet me ditë që krejt munohem ka pak. Edhe Gresa nuk është që di të këndoj më së miri në botë, ama mundohet, kështu që aty, reagoi me një Insta story së fundmi Gashi. Pasoi gjithashtu edhe një reagim tjetër i këngëtarës që tha, ato që janë prezantuese të mira nuk reagojnë, përkundrazi pajtohen me mendimin tim. Ato që nuk din e pas kanë gjetur veten në statusin tim dhe janë prekur, u kundërpërgjigj tjetra. Më mirë është me ja fillu me lexu ndonjë libër se sa me shkru statuse, me luajt rolin e Palaços, letë është sot, po vlera po mungon, theksoi mes tjerash Beluli. Ashtyje me libra me një debat televiziv kur të duash, din me këndu, ja ktheu sërish Gashi.